Një javë pas ngjarjes së bujshme në Big Brother VIP, ku gjesti u qellua nga Jozi, ky i fundit ka thyer heshtjen. Në një reagim të gjatë të publikuar në rrjetet sociale, Jozi thotë se është provokuar, por në asnjë moment nuk ka luajtur rolin e viktimës. Teksa kërkon ndjes për veprimin e kryer, ai thotë se ishte i sinqert dhe i drejtpërdrejt në atë lojë. Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë. Dua të falenderoj nga zemra të gjithë popullin shqiptar që më ka mbështetur dhe përkrahur në këtë rrugëtim as pak të lehtë që kalova. Faleminderit për dashurinë që më dha gjatë qëndrimit tim në shtëpi edhe më shumë jashtë saj. Mirënjohje për secilin prej jush, si dhe për ekipin e Top Channel që më dha mundësinë të isha pjesë e këtij formati, kaq të dashur për gjithë ne. Një eksperiencë që do të mbetet e paharrueshme në jetën time. U futa në Big Brother dhe zgjodha të luaj fort. Të paktë ishin ata që kuptuan lojën dhe vërtetësinë time. Zgjodha të isha i sinqert, i drejtpërdrejt dhe pa filtra, dhe ndoshta pikërisht kjo më kushtoi në këtë rrugëtim. Ndjes për çdo që mund ta ketë përjetuar keq atë që ndodhi, por ju siguroj se presioni, veprat dhe ngacmimet kanë qenë të shumta gjatë rrugëtimit tim kundrejt meje në atë shtëpi. Jam provokuar, por në asnjë moment nuk kam zgjedhur të luaj rolin e viktimës. Edhe kur fjalët dhe veprimet e rënda më kanë lënduar thellë, kam heshtur e kam duruar, por edhe durimi ka një kufi. Për të gjithë ata që përpiqen të hedhin baltë mbi imazhin tim, kam vetëm një fjalë: balta që vjen nga llumi nuk të bën pis, thuhet në reagimin e Jozit.